Sot ju kam ftuar për të adresuar një sër të pavërtetash që kanë qarkulluar që një kohë e kanë kulmuar gjatë javës së fundit në lidhje me sektorin e energjisë. Fillimisht dua që të përmbledh faktet. E para, po thuhet se disi qeveria ose lëvizja vetëvendosje është e lidhur me kompaninë EFT. Dua ta them qartë, asnjë zyrtar i qeverisë, as i lëvizjes vetëvendosje nuk ka asnjë lidhje me EFT-n. Është komplet gënjeshtër. E dyta, po thuhet se Kosova po importon nga EFT. Nuk ekziston asnjë fakt që Kosova ka importuar nga EFT gjatë qeverisjes sonë, edhe kjo është komplet gënjeshtër. E treta, po keq interpretohen qëllimshëm të dhënat të ankondeve të kapaciteteve ndërkufitare, të cilat EFT i shfrytëzon për të bartur energjinë tranzit në shtete tjera përmes kufijve energjetik të Kosovës, për të krijuar bindjen se Kosova po blen nga EFT, që është pra komplet gënjeshtër. E katërta, po flitet për temën e importit të energjisë, thuaj se është qeveria ajo që blen energji. Në fakt, dua t'ju rikujtoj që qeveria nuk blen energji fare, ndërsa pjesa dërmuese e energjisë në Kosovë blihet nga KESCO dhe KEDS për furnizim dhe humbje në rrjet respektivisht. Këto kompani, siç e dini, janë privatizuar para më se 10 vitesh. Tani më lejoni që ta elaboroj dhe të qartësoj disa nga këto që i thash më lart. Mbi atë se a ka import nga EFT. Së pari, dua që ta keni parasysh se ne si qeveri nuk jemi përgjegjës për licencimin e kompanive as për mbikëqyrjen e tregut të energjisë elektrike dhe njëkohësisht nuk posedojmë kontratat e tregtimit të energjisë të kompanive mirë, po këto i kanë vetëm kompanit vetë dhe regulatori pra ZRI. Megjithatë, me qëllim të mirë informimit të publikut, ne kemi kontaktuar kompanit për këtë çështje dhe ndërmarrjet publike KOST e KEK kanë konfirmuar që gjatë qeverisjes tonë nuk kanë pasur asnjë kontratë me EFT-n. Për më tepër, edhe ndërmarrjet private KESCO e KEDS kanë konfirmuar të njëjtën, pra që nuk kanë pasur asnjë kontratë me EFT-n gjatë këtyre viteve të qeverisjes sonë. Përkundër kësaj, për të mbështetur gënjeshtrën se kinse po importohet energji nga EFT, në publik janë plasuar disa rezultate të ankondeve në SECAO për shfrytëzimin e kapaciteteve ndërkufitare. Këto janë paraqitur sikur të ishin dëshmi të blerjeve të operatorëve në Kosovë nga EFT, që në fakt nuk janë. Çfarë tregojnë në fakt të dhënat nga SECAO, ose zyra e ankondeve të koordinuara të Evropës juglindore? Të dhënat tregojnë se kush ka bler kapacitete ndërkufitare, pra kush ka bler të drejtën për të shfrytzuar linjat në kufijt e Kosovës për të bartur energji. Tash, ju kanë treguar, për shembull, që më 28 nëntor EFT ka bartur energji nga mali i zi në Kosovë dhe nga Maqedonia në Kosovë, po besoj. Mirë, po KOST i ka analizuar të gjitha të dhënat të plota, të detajuara dhe ka konstatuar se e tërë energjia që ka hyrë në Kosovë nga EFT edhe ka dalë nga Kosova. Pra, EFT ka shfrytzuar rrjetin vetëm për tranzit dhe asnjë megavat nuk ka mbetur në Kosovë. Pra, kjo i bie sikur malli i një kompanie me pronar serb që hyn nga mali i zi dhe kalon nga Kosova në Maqedoni të Veriut dhe shitet Maqedoni të Veriut, të quhet import i Kosovës nga Serbia, që është komplet e pa bazë dhe e pasakt. Megjithse të dhënat e publikuara në SECAO nuk janë, pra të dhënat e publikuara në SECAO nuk janë aq të detajuara sa i ka kosti si operatori i rrjetit dhe i tregut, kushdo që don për një mend me pasi çfarë po ndodh, si minimum i sheh edhe daljet e energjisë kur i shikon hyrjet. Po besoj krejt ata që flasin për këtë temë ju kanë treguar qysh EFT ka ble kapacitete për me fut energji në Kosovë, mirë po kanë zgjedhur me injoru faktin që po në këtë datë EFT ka ble kapacitete edhe për me nxjerrë energji nga Kosova dhe kjo është lehtë e verifikueshme. Nëse mund t'i shohim slajdet, për çfarë po flas, po besoj kjo është slajdi që e keni parë tashmë, që më datën 28 nëntor, mes nga për të bartur energji nga mali i zi në Kosovë, kanë fituar në ankand një numër i kompanive, janë gjithsej 8, edhe pse po interpretohet thuaj se është një kompani, janë 8 kompani që kanë fituar, një ka qenë nga këto ka qenë
EFT-ja. Mirë po slajdi tjetër, ajo që besoj që nuk ju ka treguar askush, sepse nuk kam pasur interesim për ta treguar këtë, ka qenë që në të njëjtën ditë EFT-ja gjithashtu ka nxjerrë energji nga Kosova në Maqedoni të Veriut dhe ka qenë një ndër 11 kompani që e kanë bërë këtë, që kanë marrë pjesë në ankan dhe kanë fituar. Ngjashëm në po të njëjtën ditë, të dhënat nëse ka, ky është slajdi besoj që e keni parë tashmë, nga Maqedonia e Veriut ka hyrë energji në Kosovë dhe kapacitete ka blerë EFT-ja ka qenë një prej 9 kompanive. Mirë po besoj që ajo çfarë nuk e keni parë deri më parë, se nuk ka pas interesim t'ju tregoj askush, ka qenë që gjithashtu në kufirin Kosovë-Malizi ka dalur energji dhe një nga 8 kompanitë që kanë blerë kapacitete në këtë drejtim në atë ditë ka qenë edhe EFT-ja. Tani kisha mendu që kushdo që flet për këtë çështje dhe s'ka nevojë me qenë njës as ekspert, kisha mendu që kushdo që dëshiron të flas për këtë çështje, kur i shikon hyrjet, i shikon edhe daljet para se të flas. Që t'jem komplet e qartë teknikisht, të dhënat që janë publike nuk janë të mjaftueshme për të deduktuar se kush saktësisht në çfarë ore ka nxjerrë dhe ka fut energji në Kosovë, mirë po këto të dhëna i ka kosti dhe kosti ka dalë me një publikim zyrtar po me 28 nëntor për ta sqaruar tashmë këtë çështje. Nga ana tjetër, çfarë kemi të faktuar, siç e paraqiti kolegu Armend Muja në konferencë para 2 ditësh, është se EFT që po përflitet ka shitur energji në Kosovë në periudhën 2008 deri në 2018. Ndërkohë që partitë opozitare akuzojnë sot pa bazë, atëherë kur kjo ka ndodhur e kur PDK, LDK, EAK kanë qenë në pushtet dhe njerëzit e tyre kanë qenë në për borde e kryeshefa të ndërmarrjeve publike, jo private, po publike që kanë blerë energji nga EFT-ja, nuk më kujtohet që këto parti janë brengosur ndonjëherë për këtë çështje. Që t'jem e qartë dhe e sinqert, siç e kam thënë edhe më parë, nuk po them se sektori ynë energjetik nuk ka probleme. Kemi sfida dhe probleme, absolutisht. Për shembull, ne jemi shumë të brengosur për faktin që kosto e kapaciteteve ndërkufitare gjatë vitit të kaluar është rritur jashtëzakonisht shumë, çështje të cilën unë kam ngritur me zërin që në prill të këtij viti, kur kam kërkuar që kjo çështje të hulumtohet e të hetohet deri në fund dhe nëse konkludohet se ka pasur shkelje, këto kosto t'i bartin operatorët që i kanë bërë këto blerje e jo konsumatorët. Siç ju kam thënë edhe në një konferencë në qershor të këtij viti në këtë sallë, ju e dini se zëreja i raporton vetëm kuvendit dhe unë si ministre për këtë çështje më shumë nuk mund t'ju them. Megjithatë, si përfaqësuese politike, sikur edhe kolegu Armend Muja që foli para disa ditësh, mund t'ju siguroj se grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, kurdo që të konstituohet kuvendi i ri, do ta trajtoj këtë çështje dhe përgjegjësinë e të gjitha institucioneve me seriozitetin më të lartë. Në fund për këtë temë, një kompani tjetër që po përflitet shumë është Noa Energy e Shqipërisë. Unë nuk mund të spekuloj mbi këtë kompani. Çfarë mund të them është se Noa nuk e kemi sjell ne, siç e pahet nga kontrata që i ndau kolegu Armend Muja para disa ditësh, Noa ka ardhur në Kosovë në vitin 2018 së paku, dhe çfarë është më e rëndësishme se kjo, sikurse që thash edhe për EFT-n, e njëjta vlen edhe për Noan. Asnjë zyrtar i Qeverisë Republikës së Kosovës, as i Lëvizjes Vetëvendosje nuk ka asnjë lidhje me Noa Energy. Si qeveri, ne mirëpresim dhe inkurajojmë të gjitha institucionet përkatëse të hetojnë deri në fund çdo aspekt dhe çdo akter, të tregut të energjisë dhe të shkeljeve ose manipulimeve eventuale që mund të kenë ndodhur nëse ka të tilla. Këtë ditë është përfolur edhe Keku. Kek tashmë ka prezantuar qëndrimin e vet, çfarë dua të them për Kek është kjo. Keku si vjetë ka realizuar investimin më të madh në mbi 40 vite qysh se është ndërtuar termocentrali Kosova B. Kek ka përfunduar modernizimin e turbinës së bllokut B2 të termocentralit Kosova B dhe një sër investimesh përcjellse aty. Si rezultat,
Kapaciteti i B2-shit është rritur për 35 MW, jetë gjatësia e këtij bloku është rritur për 20 vite, e ndotja për megawatt orë të prodhuar është ulur për 12%. Kjo kontratë, rreth 56 milion euro, është nënshkruar në vitin 2023. Po ju përkujtoj që ky është investimi i parë serioz në KEK pas luftës, ndonse aty janë investuar së paku me letra 1 miliard euro ose më shumë para qeverisjes tonë. Gjithashtu, ndoshta e keni parë se BE para disa ditësh ka konfirmuar se pas plotësimit të kushteve teknike e ligjore, projekti për vendosjen e filterëve për pluhur e okside azoti do të fillojë në prill të vitit 2026. Nëse ju kujtohen diskutimet për bojler e filter, që patëm bërë memes në atë kohë, puna në bojler ka qenë parakusht, por besoj që pjesa që nuk e dini është që këtë parakusht KEK-u e ka përfunduar qysh në vitin 2023, pra dilatimin e bojlerve. Dhe kjo ka qenë një arsye pse në vitin 2023 ne kemi pasur prodhim më të ulët nga KEK-u, sepse është dashur të ndalen nga 3 muaj bloqet për t'i bërë këto intervenime. Ndërkohë që nga ajo kohë edhe BE-ja i ka adresuar çështjet ligjore e kontraktuale me kontraktorin, sepse procedura e kontraktimit për këtë projekt është bërë nga BE-ja, dhe jam shumë e lumtur që ky projekt do të fillojë më në fund në prill të vitit të ardhshëm. Në fund, dua t'ju njoftoj që Kosova si vjet për herë të parë merr presidencën e Komunitetit të Energjisë. Ceremonia do të mbahet në kuadër të takimit vjetor të Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë më 18 dhjetor në Vjenë. Ju ftoj që ta përcjellni këtë ngjarje të rëndësishme për shtetin tonë. Ndërkaq sa i përket prioriteteve tona përderisa e kryesojmë Komunitetin e Energjisë për gjatë vitit të ardhshëm si shtet, mund të them që do ta shfrytëzojmë veçanërisht për të nxitur shtetet anëtare për të rritur angazhimin për zhbllokimin e linjave të transmetimit mes Kosovës e Serbisë, të bllokuara nga Serbia tashmë që 5 vite. Kjo në fakt është një prej faktorëve që shkakton probleme serioze në mbi ngarkesën e linjave të transmetimit në kufijtë energjetik të Kosovës me shtete të tjera. Që pastaj manifestohet edhe me çmime më të larta. Si qeveri ne ngrisim vazhdimisht këtë çështje në të gjitha forumet ndërkombëtare dhe qysh në vitin 2021 Kosti në emër të Republikës së Kosovës ka bërë një ankesë formale në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë për këtë çështje. Me këtë rast, i inkurajoj të gjitha partitë politike, si dhe të gjithë njohësit e fushës që vërtet dëshirojnë të kontribuojnë në sektorin e energjisë në Kosovë, që të kontribuojnë në rritjen e vetëdijësimit dhe presionin ndërkombëtar ndaj Serbisë për të liruar linjat që na ka bllokuar.